Të nderuar miq, mirë se erdhët. Takohemi me të pashoq edhe për këtë të mërkur. Kam një person të veçantë sonte në studio, ai vjen për herë të parë në studion time. Me mua sonte Ilir Kulla. Mirë se erdhët. Mirë se vjen. Pa humbur kohë se duhet të shfrytëzoj çdo minutë, do ta nisim me një koment gjithmonë nëse keni dhe çfarë keni parë ju më shumë se sa ne në tragjedin që ndodhi të dielën në Koçantë, Maqedonisë Veriut me 59 viktima të rinj në një klub nate, 155 plagosur. Me interes një koment nga ju për te asaj që shihet. Fatkeqësi e madhe, papërgjegjshmëria akoma më e madhe. Fatkeqësi e madhe, papërgjegjshmëria akoma më e madhe. Nuk mund të fusësh 1500 veta në atë vrim të vogël aty. Gjithçka mund ndodhi. Ka gjithmonë një teori të menaxhimit të riskut. Dhe kur bëhet një biznes, kur bëhet një fluturim, kur bëhet një hotel, kur bëhet një çado të tjetë, do kesh gjithmonë një menaxhim risku se gjërat mund të ndodhin. Dhe unë jam i bindur kur të bëhen hetime do dali që 2/3 e njerëzve kanë vdekur nga paniku. Nga paniku. Fatkeqësi e madhe. Në fakt edhe drejtuesi autoambulancës fatkeqësi dhe papërgjegjshmëri. Po. S'po ndale më shumë këtu se ç'to thuash më shumë. Ngushëllimi atyre të shkretëve dhe familjet e tyre. Vërtet, bashkohemi me këtë. Kalojmë në situatën në Serbi, ju i keni parë, besoj, protesta masive të studentëve, të qëndrueshme, duhet thënë, por akoma pa rezultat. Shiko, duhet kemi parasysh një gjë që Serbia na ka mësuar me këto panorama që në vitet 90, kur ishte Miloševićin pushtet. Opozita dilte në rrugë, ka bërë protesta shumë mëdha, dhe vetëm vitin 2000 ra Miloševići, pasi kishte humb luftën në Kosovë, pasi kishte ndodhur shumë gjëra të tjera. Pra, është një proces që fillon dhe nuk është se është i përshpejtuar. Sigurisht që pas asaj që bëri Vučići vjet kur bëri zgjedhjet dhe për të manipuluar zgjedhjet në kryeqytet në Beograd, shkoi mori 50.000 vota nga serbët e Bosnjës dhe i solli në Beograd për të votuar. Legitimiteti i tij është i cunguar dhe çfarë do lloj gjëje të bëj, ai është i detyruar të shkojë në zgjedhje të parakohshme në mos çështje kohe për të ndërheqje, sepse legitimiteti demokratik është gjë kryesore që mban liderët në këmbë. Në momentin që ai ka bërë një palë zgjedhje, të cilat që në momentin e parë kanë qenë të diskutueshme, që në momentin e parë kanë qenë kontestueshme, kjo gjë do ndodhte. Po mos ky incident do ndodhte një tjetër, nuk ka rëndësi se ç'a ndodhi konkretisht. Sepse zgjedhjet e tjera që u bën parakohshme erdhi për shkak të atyre dy vrasjeve masive që dy njerëz çmendur morën armët dhe shkuan dhe vranë njerëzit nëpër njërin shkollë dhe një tjetër në një lagje, nëse të kujtohet. Por nga momenti që u vërtetua që ai mori 50.000 veta nga Bosnja dhe votuan në Serbi për të marrë Bashkinë e Beogradit, se këtu diskutohej marrja e Bashkisë së Beogradit. Tregon që kemi të bëjmë me një veprim për një autokrati të mirëfillt, i cili nuk do t'ia di fare për procesin zgjedhor dhe mjafton që të mbërrijë qëllimin. Dhe kjo gjë e ka djegur definitivisht, pavarësisht se ai është munduar me perëndimorët, me lindorët, me biznes, me lobbying e tjerë, prapse është njëri që e ka humbur atë që ka pas kredencialin kryesor të mëparshëm, pra që ka qenë që është një njeri që dua njerëzit. Po mirë, ju thoni për dorëheqje, po pse po merr kohë ai ta bëj këtë? Sepse ai e di mirë që edhe ai ka mbështetësit e vet, që ka kryesisht fshatrave, se këta që dalin rrugë janë qytetet. Dhe në anën tjetër ai e shikon që po ndodhin ngjarje të mëdha nga pikpamja globale dhe pret që marrëveshja Rusi-SBA ta sqarojë mirë se nga do shkojë drejtimi i gjërave. Do të thotë gjë vizita e BEF të djalit të Trump në Serbi dhe takimi me Vučić? Shiko, Vučić njihet në mënyrë permanente si njëri që ka harxuar shumë për lobime. Edhe nëpërmjet investimeve të huaja, edhe nëpërmjet vizitave, madje besoj që është më i suksesshëm në Ballkanin Perëndimor për investimet e huaja.
ka arritur të mbyll marrëveshje të mira ekonomike me Gjermaninë, me Francën, me amerikanët, me rusët, me kinezët, me indianët. Pra e ka luajtur këtë kartë. Një lobi më pak, një lobi më shumë nuk është se ndryshon e gjë. Po për sa i përket çështjes së madhe, nëse rusët dhe amerikanët do merren vesh që rusët nuk kanë pjesë nuk kanë punë në pjesën perëndimore të Evropës, pra ku ndodhemi ne. Dhe amerikanët nuk kanë pjesë në hapësirën e ish Bashkimit Sovjetik, atëherë shanset e Vučićit për të patur ndonjë benefit nga kjo marrëveshje do të jenë gati me zero. Mirë, se deri tani ai ka pasur syt jo pak për shembull tek presidenti Donald Trump, u gëzua që aty pati rotacion pushteti dhe erdhën republikanët. Shiko, vetëm ata që ishin të verbër nuk e kuptonin që po kishte rotacion pushteti në Amerikë. Deri në muajin qershor, Korrik, kandidati që ishte dhe presidenti i Amerikës, ishte kandidat njëri që jepte dorë murit, duke i shkretë që ishte smur. Jo, dakord, po të them serbët ishin të gëzuar, Vučić sepse pretendonte marrëdhënie të mira me Trumpin, ndryshe nga me Biden. Dhe unë shpresoj që ti ketë marrëdhënie të mira me Trumpin dhe që ti kemi gjithë marrëdhënie të mira me Trumpin. Problemi është që definitivisht marrëveshja që do ketë Amerika me Rusin do të ndajë se nga shkon Ballkani, se do jetë një lloj jalte e dytë. Dhe unë mendoj që Ballkani ngelet me perëndimin. Dhe më e rëndësishëm do të jetë për Vučićin marrëdhënia me Erdoganin, se sa marrëdhënia me Putinin. Më e rëndësishme do jetë marrëdhënia me Melonin, se sa marrëdhënia me Putinin. Se në momentin që Trumpi dhe Putini e fusin Ballkanin si një pjesë që do të rrimë perëndimin, atëherë kjo që nuk diskutohet më. Tani një Serbi dhe një Vučić me syt vetëm nga perëndimi pa zemër në Rusi duket pak si e pazakont. Ka pak rëndësi kjo gjë. Ata janë dy popull të ndryshëm, rusët dhe serbët, flasin gjuhë të ndryshme, kanë vetëm ose kanë luajtur gjithmonë me dy porta, kanë vetëm unë e kam thënë gjithmonë që Vučić është një njerëz që kur rri me lindorët flet serbisht dhe me vetët dhe bën nacionalistin, dhe kur rri me perëndimorët flet anglisht dhe bën të moderuarin. Çështja është që kjo gjë do zgjaste pafund. Dhe tani ka ardhur momenti që gjërat po ndahen. Ajo gjë që ndodhi një vit e gjysmë parë në Kosovë me sulmin e Banjkës, ajo i nxorri kallajin, thot populli shqiptar, Vučić, se nxorri fytyrën e vërtet kush ishte. Dhe mendoj që pas atij momenti ai ka filluar të ketë shumë probleme, jo vetëm nivelin diplomatik, por edhe nivelin e menaxhimit të brendshëm, pasi gjithë prisnin që ai të ndërhynte ushtarakisht pas asaj që ndodhi. Por jo vetëm që nuk ndërhyi ushtarakisht, sepse si kishte dot as forcën dhe as energjinë, po ata u vranë aty edhe iku me bish ndërshal. Kështu që pas kësaj që ndodhi me Bosnjën dhe me zgjedhjet e tij, ai është i detyruar të marrë vendime të mëdha. Nuk po them që do dalin nga skena politike, por historia na ka mësuar që në Serbi kur dalin njerëzit në rrugë është shumë e vështirë të mbjetosh politikisht. Çfarë parashikoni ju për atë që do të pasojë Vučići në Serbi, nëse ai largohet? Fatkeqësisht opozita serbe është më nacionaliste se Vučić. Ata janë gjithë të një shkolle të caktuar. Por unë mendoj që duhet parë ç'do të ndodh me rajonin, pra nëse do ketë një antarësim të përshpejtuar të rajonit në Bashkimin Evropian, gjërat do jenë qarta, pra proceset do zbuten, do ulen, tensionet do ulen dhe do shkojmë në një antarësim të përshpejtuar. Nëse BE-ja edhe një herë tjetër do tallet me këtë rajon siç është tallur nga 99 e këtej, pra për 26 vitesh. Mirë, tani e ka situatë ndryshe, besoj se do ta bëj përsëri. Ta shohim. Okay. Ka kaluar çerek shekulli, domethënë nga momenti kur Shqipëria ka nënshkruar MSA-n, ka qenë kryeministri Ilir Meta në 2001. E deri sot ka kaluar çerek shekulli. Kështu që nuk është se jam unë pesimist, por historia ka treguar që sidomos ajo me vizat e Kosovës ka treguar që domethënë ata dhe nuk kanë turp të tallin, për shembull, ajo me vizat e Kosovës ishte hajde vitin që vjen, hajde vitin që vjen. Vërtet. Dhe Kosova lëshoi një pjesë të territorit për të marrë vizat. Për demokracinë, po. Se çdo të ndodhi në BE dhe vullneti i tyre, sepse ne shpesh themi edhe Rama thot këtë ditë, jo do ju jap pasaportën europiane kot. Ajo është çfarë do BE-ja të bëjë me
me zgjerimin. Pra Mira, ai ka kartë elektorale, kështu që ai kjo është në gënjeshtër tjetër do ta kjo është në përdorë. drejtën e tij, por ne e dimë që çështja e zgjerimit nuk është një çështje e vendeve që duan të ndërsohet. Është një çështje e vullnetit politik të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ose do duan zgjerohen apo jo. Po mirë se ka nga ata që thonë, o mirë do zgjerohemi, po ku do zgjerohemi se Bashkimi Evropian është në luftë ekzistenciale për vete? Dy zgjidhje ka Bashkimi Evropian. O do zgjerohet o do shpërbëhet. Pra, do krijohet një Bashkim Evropian mesdhetar, ku vende të tilla si Greqia, Turqia, Italia, dhe Spanja po duan, dhe vendet tona do jenë detyruar të bëjnë të një mjedisi që është mesdheu. Sepse edhe kulturalisht ne kemi pak gjëra me ata që janë veriu i Evropës. Dhe nëse nuk bie perspektiva e antarësimit, ngelet vetëm një perspektivë për ne shqiptarët. Bashkimin e një shtet federativ shqiptar. Se kemi shumë zgjidhje. Pra, o një antarësim i shpejt, por kjo duhet me vullnetin e vendeve atare për zgjerim, ose pastaj do shohim një zgjidhje alternative, sepse ne jemi vende të vogla, tregje të vogla. Nuk kemi, si në rastin e Serbisë, një aleat madh që na qëndron nga mbrapa. Aleati ynë i madh, SBA-ja ka halle të tjera në përbot. Kështu që një formë ose tjetër do duhet të orientohemi. Pra, do t'i përkasi 30 vjeçari ajo për të parë, sepse jemi përballë një dështimi spektakolar të 3 dekadave politikanësh, cilët i thon popullit gjithmonë njëzën nga njështë, do antarësohemi në BE, do antarësohemi në BE. Kështu që tani ka ardhur momenti, o do kemi antarësim të shpejt, ose pastaj do filloj procesi i zhgënjimit, dhe unë mendoj që panorama dhe situata në Ballkan do risjellë nacionalizmat, ka ndodhur kështu para luftës parë, ka ndodhur kështu para luftës dytë, ka ndodhur kështu edhe para 30 vjetësh. Por le ta themi, sot BE nuk e ka përgjegjë që të thotë që do marrim 800 miliardë euro borxh për të armatosur për mbrojtje. Ndërkohë që gjithë procesi i antarësimit të Ballkanit Perëndimor për gjithë ne bashk nuk do kushtonte as më shumë as më pak se 50 miliardë euro për gjithë bashkë. Mendoj që edhe më pak, po për gjithë bashkë. E kuptoj. Kështu që unë e shoh. Nëse do të kalojmë aty tek ajo siguria tek NATO, do doja edhe një pyetje këtu, meqenëse po flisim për zhvillimet që e presin Serbinë, e ka deri diku të lidhur fatin me Kosovën, që do të thotë çfarë pritet të ndodh në dialogun dhe normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve? Asgjë. Asnjë progres, ëh? Asgjë. Është shumë e thjeshtë. Serbia ka vendosur në preambullën kushtetuese që nuk e njeh Kosovën si nuk ka forcë ta detyroj. Po ka në preambullën kushtetuese dhe çdo negociatë edhe ato të ashtu quajturat negociata të orit të para 2 viteve. Që po edhe ajo nuk u zbatua. Albini jo, po se s'ka marrëveshje, nuk kanë shkruar kush. Pra, aty ideja është njëra palë dhe tjetra palë i thon një palë të tretë që ishin këta të dërguarit evropian, që parimisht ne do merremi vesh. Por nuk ka asnjë marrëveshje. Pse? Sepse Serbia nuk nënshkrua marrëveshje me Kosovën, sepse nuk e njeh Kosovën në kontekstin juridik dhe kushtetues. Ky është problemi. Kështu që po kjo s'do thotë gjë. Vendet arabe nuk e kanë njohur Izraelin për 70-80 vjet, por kjo nuk do të thotë që Izraeli s'ekziston. Jo, dakord, Kosova ekziston, çështja është që e pengon këtë të fundit në rrugën e saj drejt integrimit e tjerë. Po çfarë bëj tani? Do rin stagnacion. Çfarë bëj tani? Të pranoj shpërbërjen? Jo, absolutisht, po them që penalizohet në këtë drejtim. Shikoj, Diona, është shumë e thjeshtë. Në një anë është Kosova që ka shpallur pavarësinë 2008-ën, e ka njohur vetëm 100 vende në botë. Po. Dhe në anën tjetër është Serbia, e cila nuk e njeh Kosovën. Janë bërë përpjekje edhe me politikanë të tjerë, pra nuk ka qenë Kurti në pushtet, kanë qenë të tjerë. Janë bërë edhe në Beograd s'ka qenë gjithmonë Vučić, pushtet kanë qenë të tjerë. Nuk janë gati palët për një marrëveshje të madhe, sepse nuk janë gati nga pikpamja kulturale, nga pikpamja shpirtërore serbët për të pranuar shtetin e Kosovës. Atëherë unë mendoj që kjo do të ngelet një brezi tjetër, mbas 10 vjetësh, mbas 20 vjetësh, dhe Kosova të vazhdojë rrugën e vet. Jo domosdoshmërisht Kosova duhet të ulet sepse ka një rekord
Nga 1981 kur fillojnë demonstratat deri në vitin 2008 kur shpallet pavarësia e Kosovës, ka pasur një proces në Kosovë, Serbia jashtë Kosovë. Kurse nga 2008 deri sot kur kanë filluar negociatat, ka filluar procesi Serbia duke rihyrë në Kosovë me format e negociatat. Dhe tani jemi në kushtet që ata e kanë një marrëveshje aty, nuk e zbatojnë, sepse normalisht ata e thonë qartë, Vučić unë mbaj më mirë në orë, tha, unë s'kam në shkruar marrëveshje, kështu që vazhdoni. Dhe unë mendoj që në fat gjatë do duhet një klasë tjetër politikanësh edhe në Serbi dhe në Kosovë për të bërë mundshme një marrëveshje e gjithë pranuar. Klasë tjetër edhe në Kosovë? Po edhe në Kosovë dhe në Serbi. Po mendoj që kjo punë do të jetë pas 10 vitesh. Nuk është gjë e shpejtë. Nuk është në afat shkurtër. Jo. Okay. Ndërkohë, flasim pak për situatën në të cilën ndodhet sot Bashkimi Evropian, në të cilën ndodhet NATO, përballë kërcënimeve koherente që prej marrjes detyrës të presidentit amerikan Donald Trump, paralajmërohet për rritje të buxheteve të mbrojtjes, duket se kjo gjë nuk është se është përmbushur faktikisht, se këtë paralajmërim e këtë ultimatum e ka dhënë dhe më herët Trump, por nuk është përmbushur. Shiko, nuk është punë nga shumë vende. Nuk është punë ultimatumi, është punë detyre. Asnjë nga vendet anëtare të NATO-s, përfshi dhe Shqipërinë, nuk është antarësuar me zor, është antarësuar se ka dashur. Dhe në një nga kushtet që ke ti për të antarësuar në procesin afatgjatë, se procesi për antarësim në NATO është 10 vjet. Pra është ristrukturimi i forcave të armatosura, është respektimi i standardeve të demokracisë, shteti ligjor, gjykata dhe gjithë ato gjëra të tjera. Një nga kushtet është 2% e GDP-s. Tani, në mënyrë të vullnetshme, këta që sot bërtasin kundra Trumpit dhe kundra SBA-s, për shumë vite, nuk e kanë paguar 2% e famshëm, dhe e kanë pasur mundësi. E vërtet. Nuk e se nuk e kanë pasur mundësi. Tani që këta gjenden përballë situatës pa kthim në Ukrainë, pra që Rusia ka marrë 1/4 e territorit të Ukrainës, që disfatat luftarake të Ukrainës janë bërë të pamenaxhueshme, që tani jemi përballë një krize. Dhe tani presidenti i Amerikës, si ushtria e parë e NATO-s, ushtria e dytë e NATO-s është Turqia dhe ushtria e tretë është Britania. Thot, nderuar zotrinj, se kemi samitin në qershor në Holland. Duhet paguani të paktën 2% e GDP-s. Tani si për rreth 20-25 vjet jeni tallur dhe s'keni paguar nga samiti i Washingtonit në 99-ën. E deri tani i keni patur para dhe nuk e keni paguar. Dhe tani kur unë them, prit se unë nuk mund të vazhdoj kështu. Mund të vazhdoni të talleni me paratë mia dhe me ushtrinë time. Po ka nga ata si kryeministri Rama për shembull i Shqipërisë që thotë është e tmerrshme të rrisin fondet për mbrojtjen dhe të ulim ato për arsimin. Po askush nuk na ka detyruar. Ashtu është vërtet, si çdo drama, por askush nuk na ka detyruar të antarësohemi në NATO. Antarësimi në NATO nuk na ka dhënë kush me zor. Është një proces cilin e kemi kërkuar, kemi filluar reformat për antarësimin në NATO që në vitet 90, 94 kur kemi bërë partneritetin për paqe. Dhe tani NATO duhet zgjedh o është një organizatë politike ushtarake siç ka lindur në vitin 1949, ose është një OEQ, se s'mund të jetë të dyja. Nuk di nëse ju e mbani mend, ishte një farë kohë kur ka qenë Berisha në pushtet kur antarësuam ne, doli një teori, smart defense. Mbrojtja nuk është luks, është detyrim. Kështu që më shumë se sa çfarë do bëj BE-ja, është problemi që do të ndodh me NATO-n. Sepse me të drejtë ai zotëria thotë, unë për shembull që vi nga edukimi ushtarak. Të bëj një arsyetim shumë thjesht. Çfarë do të ndodhte nëse do ishte ushtria e BE-s në Bakhmut? Dhe do të vriteshin, siç u vran 10.000 ushtar rus, edhe një 20.000 ushtar ukrainës. Për 3 muaj do vriteshin 10.000 ushtar të NATO-s. Sa mendoni ju do të rezistonte qeveria e Italisë me 1.000 të vrarë për shembull? Asnjë javë. E vërtet. Asnjë ditë ndoshta politikisht, sepse do duhet pra që të antarësohesh që të krijosh një ushtri të mirëfill dhe të antarësohesh NATO, do t'i bësh këto llogari.
se nuk po bën një shoqat menaxhimi kulturor, ku do vlerësosh pikturat. Po bën në mënyrë të drejt për drejt një organizëm politik edhe ushtarak të politik. Prandaj, unë mendoj që ajo çfarë po ndodh, shpreh krizën e thellë ku është sot perëndimi, por në mënyrë të veçantë BE. Në mënyrë të veçantë BE. Sepse në 5 shtyllat e sigurisë, BE-ja, pra që janë ato më të rëndësishme, BE-ja ka probleme me të pesta. Ka probleme me shtyllën e parë që është ekonomia. Ka probleme me shtyllën e dytë që është demografia. Ka probleme me shtyllën e tretë që është mjedisi, ambienti. Ka me demografin, ka me emigracionin e këtë. Ka probleme me shtyllën e katërt që është shëndetësia, ne pam ç'a ndodhi me fatkeqësisht me Covidin. Në Itali mbledhin pleqë shkret me thes nëpër spitalet, kujtohet kështu. Jo sigurisht e një vend i G7-s, por sigurisht e një vend nga Afrika. Dhe tani kemi edhe problemin e fundit që është lufta për 3 vitesh në kufijtë e BE-s. Pra, i gjithë ky leadership i Bashkimit Evropian, ku secili mendon për vendin e vet, asnjë nuk ka as dëshirën dhe as mundësinë që të marrë vendime të mëdha. Se vendimet e mëdha duan liderë të mëdhenj. Kush nga këta është lider i madh? Më thuaj një emër. Asnjëri. Ne jemi në situatë që sharake. Rama bëri një marrëveshje me Meloni. Meloni është një kryeministër e fortë e zgjedhur në Itali pas shumë kohë që nuk ka një kryeministër të zgjedhur. Dhe gjykatat nuk e lënë atë që të zbatojë atë marrëveshjen pasi ka harxuar dhe parat, marrëveshjen e emigrantëve në Lezhë. Pra kjo është situata. Kriza, dhe sot kemi në Amerikë një lider i zgjedhur, i kthyer për herë të dytë në pushtet me zgjedhje të treta, i cili ndoshta ne s'na pëlqen, por është shumë i qartë në rrugën që do të marrë. Ai do të ndaj BRICS-in dhe një pjesë të BRICS-it ta kalojë në koalicion me veten, siç bëri Nixoni në vitet 60-70 kur atëherë u nda Pekini, pra Kina nga Bashkimi Sovjetik. Po mirë, ju si shihni të ardhmen e afërt të NATO-s? Mund kemi një shpërbërje e gjithçka po ndodh, mund kemi një tërheqje nga SHBA-t, nuk e di. Nuk se do ketë tërheqje nga SHBA-t. Çështja është që SHBA-t do merren me pjesën që i përket atyre. Pra, mjafton çosh globin, çosh hartën dhe të kuptosh që pjesa më pak e rëndësishme për SHBA-t është Evropa. Sepse SHBA-t kanë gjithë polin e veriut që kanë një interes të jashtëzakonshëm, ku 80% kontrollohet nga rusët. Në gjithë hemisferën veriore, Evropa është vetëm një pjesë e vogël e hemisferës veriore, dhe kanë pajsorin dhe Azin. Në Azi praktikisht ndodhen 2 vende më të mëdha të botës, 3 vende më të mëdha të botës, për nga numri, për nga popullsia dhe për nga hapësira. Do të Rusia, Kina dhe India. Pra, 30 vite më parë, 35 vite më parë, perëndimi eksportoi në Kinë të gjithë teknologjinë e vet dhe në Indi, sepse donte të mbante kostot e ulura. Ndodhi procesi i deindustrializimit të Europës. Dhe sot Kina është ekonomia e parë e botës, India është e dyta ose e treta. Dhe këtë unë që kam shëtitur shumë Afrikën, e ke prezent në Afrikë. Nuk ka perëndim më në Afrikë. Nuk ka më Europë në Afrikë. Edhe Amerika shumë pak. Afrika është kontinenti i zhvillimit të ardhshëm 100 vite të ardhshme. Kështu që në Amerikë, ata që drejtojnë sot Amerikën kanë kuptuar që nuk mund zgjasë shumë një Amerikë e bazuar vetëm në borxhe dhe në financë, po duhet ekonomi reale. Ekonomia reale nuk mund të bëhet pa ajo që është gjë kryesore që kanë rusët, burimet në toksore, lëndët e para. Rusët kanë lëndët e para, rusët kanë Arktikun, rusët kanë drithrat, rusët kanë gazin, kanë mineralet e rralla, kanë naftën, kanë gjithë llojet e minerale, sepse është një hapësirë pafund. Dhe nëse Rusia, Kina, Pakistani, India, pra do jenë gjithë bashkë, se me largimin e Amerikës nga Afganistani, edhe territori i Afganistanit është gjithë një hapësirë. Bashkë me Iranin, atëherë qendra e botës
ne bëjmë periferi e botës, është atje qendra e botës. Pse? Sepse atje ka zhvillim, sepse atje kosto e punës është shumë e ulët, sepse atje ka dhe konsum. Janë shumë njerëz, tregje. Kjo pikpamje Evropa duhet të kthehet thellësisht dhe të arsyetoj çdo ndodh me Evropën 100 vite të ardhshme. Unë e shoh të pamundur ekonomikisht Evropën të ekzistojë, sepse sot Evropa është vetëm një kontinent me pluriqendra, pra është qeveria e Parisit është e fortë, sepse është qeveria e Parisit, qeveria e Berlinit është e fortë, është qeveria e Berlinit, qeveria e Romës është e fortë, është qeveria e Romës. Kanë dhe ata burokratët që kanë Bruxelles, domethënë. Ata më shumë janë kështu autosuficient në deficiencat e veta, dhe nuk funksionon mekanizmi përbashkët. Pra, o kjo BE-ja do bëhet një shtetet e bashkuara të BE-s dhe do të ngjajë Amerikës. Prandaj them unë që këtu do shikohet çdo të ndodhi edhe me ne 10 vite të ardhshme. Pra me antarësim të shpejt edhe me ne, ose BE-ja nuk ka të ardhme sepse nuk do mbijetoj dot ekonomikisht. BE-n e kanë lindur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për herë të parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës po thonë një gjë që e kemi ditur gjithmonë, do vi një moment që do shkoj të mbushet kjo kusi. Pra amerikanët po thonë, ne nuk sjellim më trupa që të na vritin kalamajt tan për t'ju mbrojtur ju, nuk ju sjellim më armë falas, jo se s'do japim armë, po do t'i blini tek ne. Tarifat i ka vendosur tani. Tarifat, pra ne do ristartojmë zhvillimin industrial të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, sepse Amerika është një hapësirë pafund. Do të ketë marrëveshje të reja Amerika me Kanadan, me Grönlandën, me Polin e Veriut, me rrugët e transportit detar ndërkombëtar. Dhe ku hyn Evropa këtu? Pra këtu çështja është e ardhmja e Evropës është në një kryq të jashtëzakonshëm. Pse? Sepse Evropa nuk ka një lider, nuk ka një vendimarrje. Nuk është e rastësishme që këta që duan të bëjnë luftë sot, që duan të marrin 800 miliard euro, ushtrit më të mëdha në këtë hapësirë janë Turqia dhe Britania e Madhe, të cilat nuk janë anëtarët e Evropës. Po, e vërtet. Dhe me qënë se erdhe këtu, Erdogan para pak ditësh në fakt e bëri thirrje Unionit që antarësoni Turqinë që do ishte gjëra të menaxhoni mirë situatën kërcënuese që keni. Do ishte dhe gjëra më logjikshme, jo vetëm për ato, po Turqia është kryqëzimi i rrugkalimit të tubave të gazit dhe të naftës për Evropën. Pra, në afat strategjik, një vend si Turqia të duhet brenda. Pse? Sepse si do mbijetoj kjo hapësirë? Se Evropa është një hapësirë gjeografike. Kanë tentuar të bëjnë një hapësirë politike dhe gjeopolitike dhe nuk funksionon. Se prandaj jemi këtu. Mendoni se do ta bëj këtë lëshim Bashkimi Evropian për Turqinë këtë herë? Pra ka ardhur deri aty ku s'mban mend situata. Ta thash edhe më përpara. O Bashkimi Evropian do bëj zgjerimin e përshpejtuar, përfshi këtu dhe Ukrainën, Turqinë, ne etj, ose Bashkimi Evropian nuk do ekzistojë. Nuk mund të rrijë dot më ekonomikisht. Do kthehemi në një do ketë dy bashkime Evropian, një që do jetë pjesa e pasur lart ajo e vendeve të veriut të Bashkimit Evropian dhe një tjetër e mesdheut. Kjo lloj situate automatikisht përçan ose shkërmoj që edhe perëndimin në tërësi. Sepse është kriza e perëndimit. Shikoj, po diskutohet për paqen mes SBA-s dhe Ukrainës. Po dalin mallkimet e Rusisë. SBA-s dhe Ukrainës. Që më është çështje logjike, nëse shkon dhe lexon historinë e kupton që jemi në vijimin e gjërave që kanë ndodhur edhe në shkuar. SBA-s dhe Rusisë, SBA-s dhe Ukrainës, SBA-s dhe Kinës. Ku po diskutojnë? Në Arabi Saudite. Pse në Arabi Saudite? Sepse është vendi i 12 në botë për nga hapësira toksore. Dhe është vendi numër 1 prodhues i naftës dhe është vendi sot me fuqi më të madhe të cash flow-t për të bërë një partneritet ekonomik me Amerikën për të ristartuar ekonominë amerikane, sepse kontrollon gjysmën e gjerit persik, nga ku del dhe gazi. Sa hapësira e gazit, nëse ti do të shohësh bashkinë e gazit është Katar,
Bahrein, Iran, është e gjitha rrotull Arabi Saudite. Pra vjen nga deti Kuq, atje ku përfundon poshtë me Yemenin që del në Oqeanin Indian, që po bombardojnë tani amerikanët dhe britanikët Huthët, shkon deri në verinë e Detit Mesdhe, ku është Egjipti, dhe vjen këtu pastaj në kufi me Turqinë nga ku është Siria, dhe zbret deri në Gjerin Persik. Gjithë kjo është një zonë në influencën e Arabisë Saudite, e cila është sot një aktor shumë i rëndësishëm i ekonomisë botërore. Ndërkohë, se meqense jemi tek lindja e mesme, shterojmë dhe këtë dhe hymë në një pjesë tjetër. U thyar në pushimi mes Izraelit dhe Hamasit. Forcat izraelite shkaktuan mbi 300 viktima në Gaza nga bombardimet e tyre dhe dukshëm autoritetet e Izraelit thonë që këtë e kemi bërë me bekimin e Donald Trump, me konfirmimin dhe dakordsinë e tij. Çfarë po ndodh? Shiko, koha tregoi që një vit e diçka luftë në Gaza nuk i mjaftuan dot Izraelit që ta shkatronte Hamasin. Pse? Se gjithë populli palestinez në Gaza është një lloj forme ose një tjetër Hamas. Pra është një luftë që Izraeli, unë njoh Izraelin nga brenda. Shoqëria izraelite nuk e fiton dot atë luftë. Pra Netanyahu i duhet të tregoj forcë dhe ka logjik që Netanyahu duhet të tregoj forcë, se nuk mund të tregoj dobësi në këtë moment. Për gjithë palët e kanë qartë që mund të vrasë njerëz sa duash, por nuk e fiton dot, se duhet të vrasë 2 milionë gjysmë njerëz. Pra, aty jemi në një situatë e cila historikisht është përsëritur. Nëse shkojmë e shohim ngjarjet të ndodhura në vitet 70, 80, 90, edhe 2000 në kohën e Arafatit. Intifadën e parë, intifadën e dytë, në cilën negociohet dhe bombardohet. Negociohet dhe bombardohet. Pra, një hap para, 3 hapa mbrapa, 3 hapa këtu, 2 hapa atje. Por unë mendoj që është e pamundur që amerikanët të prishen me sauditët në këtë moment. Sauditët, egjiptianët, Katari, të cilët janë Emiratet e Bashkuara, cilët janë vendet të cilat janë partnerët e SBA-s, nuk do ta lejojnë pra një masakër mbi civil, mbi palestinezët. Por sigurisht që kjo do të bëhet me një negociat. Pra, tërhiq, lësho, por në fat gjatë unë them që po shkohet drejt një zgjidhje dhe atje. Cila do të jetë zgjidhja? Unë mendoj që do të kemi një marrëveshje shumë palçe, pra armpushim më fatgjatë. Gaza që do të ketë atë investimin për cilin flet Trumpi, por ajo nuk mund të bëhet dot pa paratë e Katarit dhe të Arabisë Saudite. Kanali alternativ i Suezit, pra kanali Ben Gurion, që kalon nga deti Kuq në Eilat në Izrael dhe del në Gaza në detin Mesdhe. Edhe aty nuk mund bëhet pa paratë e Sauditëve, edhe të Katarit, pa prezencën ushtarake të amerikanëve. Në të njëjtën kohë, Izraeli është i detyruar të njohë shtetin e Palestinës, por të gjitha palët do shkojnë tek një gjëja më e vështirë, por që është edhe kryesore. Dhënia mundësisë apo jo e Arabisë Saudite për të pajisur me bombë bërthamore, pra me mbrojtje bërthamore, duke qenë që Arabia Saudite është muri i parë dhe më i madh karshi i Iranit. Dhe lufta që tregoi që Irani ka zhvilluar një industri raketore të frikshme, për cilën SBA-t sollën sistemet THAAD, që janë sistemet më të avancuara për mbrojtjen e Izraelit, por në fat gjatë kjo gjë nuk mund të zgjas, prandaj unë mendoj që jemi në negociata me raketa. Qartë. Çfarë po kërkon Trumpi të bëjë me Gazën, me planin e tij të rindërtimit dhe me dërgimin e palestinezëve në Afrikë? Të paktën kështu është thënë deri tani. Palestinezët nuk i lëviz dot as Trumpi, edhe asnjë tjetër. Palestinezët kanë dhënë dëshmi që nuk janë popull që vritën për tokën e tyre. Është 80 vjet histori kjo. Nuk lëvizin Palestinët. Kalojmë pak tek pakti. Ai do jetë i detyruar që këto zgjidhje për Palestinën ti marr me
partnerët e tij arab, por nuk lëvizin palestinezë. Duhet t'i vrasësh gjithë palestinezët, nuk i vret dot gjithë. Nuk kemi pra duhet që Izraeli të përdorë një bombë bërthamore për të mbaruar punën me Gaza. Nuk është e mundur kjo. Edhe prap ki parasysh që Gaza nuk është mbi tokë, është nën tokë. Por nuk është kaq e thjeshtë kjo gjë. Për të dëshirë si mund të ketë edhe presidenti Trump ose dikush tjetër. Kalojmë pak tek pakti i paqes që po tentohet për Ukrainën për t'i dhënë fund luftës, një nga premtimet e ndatë fushatës të Donald Trump. Ky fundit ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun rus Vladimir Putin për rreth 90 minuta. Si e parashikoni ju me ç'lloj fature, se që do të ketë një faturë për paktin e paqes, kjo atëre duket e qartë. Mos i ngatrojmë gjërat. Unë nuk mendoj që do ketë paqe. Por? Unë mendoj që do ketë armpushim. Thjesht armpushimi 30 ditor që është arritur? Jo, mund të jetë edhe më afatgje, do ketë armpushim. Pra, nëse shohim historinë e Rusisë, Rusia me Japoninë nuk kanë bërë kurrë paqe. Nuk kanë shkruar kurrë një traktat paqe. Jemi si ne me Greqinë. Apo ne kemi formalisht krejt atë ligjin e luftës e ke fjalë? Nuk kemi nënshkruar ndonjëherë paqen me Greqinë. Po mirë, dakord, po formalisht është pra aty. Edhe unë mendoj që rusët nuk do të nënshkruajnë kurrë paqe me Ukrainën. Thjesht ata do të nënshkruajnë një marrëveshje të madhe me SBA-n. Që pjesa e Ukrainës do jetë vetëm 5%. Në marrëveshje e madhe, do kemi të bëjmë me menaxhimin e hemisferës veriore, me dritrat, me naftën, gazin, me dollarin, me detin arktik, me kufizimin e armëve bërthamore, me mos ndërtimin e raketave e nëndeceve me të pajisura me energji dhe raketa bërthamore. Pra, do kemi të bëjmë me një jalë të dytë, kësaj radhe globale, jo vetëm për Evropë, në të cilën pjesa e Ukrainës është vetëm 5%. Pra, ne do kemi një ndërprerje të luftës në Ukrainë, një ngrirje të antarësimit të Ukrainës në NATO, pra nuk do ketë antarësim të Ukrainës në NATO, por do ketë antarësim të përshpejtuar nëse Evropa do të dojë të Ukrainës në BE. Dhe pjesa e Ukrainës lindore, ku ndodhen edhe mineralet e rralla, do të menaxhohet nga kompanitë amerikane. Pra, do të menaxhohet nga financa amerikane, nga industritë amerikane, edhe me paratë e sauditëve. Pra, duhet ta shohim në blok gjërën, pra nuk mund ta shohim dot të izoluar. Vetëm kështu mund ta kuptojmë. Nëse shkojmë historisë, ne do të shohim që në kohën e pavarësisë Amerikës nga Evropa, nga Britania në atë kohë, Rusia është bërë me Amerikën. Në luftën e dytë botërore, Bashkimi Sovjetik u bë me Amerikën, pra ishin herë e dytë që ishin aleat, edhe atëherë sepse kishin problem me shtetin më të fortë të Evropës që ishte Gjermania. Dhe kjo është herë e tretë që këta po bëjnë aleancë me njëri tjetrin. Dhe gjithmonë kanë bërë aleancë për gjëra të mëdha. Pra nuk është një proces i ngurtë i ditës, nuk flitet për Ukrainën. Ukraina është pjesa më e vogël e kësaj marrëveshje. Flitet për menaxhimin e botës. Zelenskin do ja dalë në afat shkurtër Trump ta mënjanoj, mund të kemi zgjedhje të reja? Në momentin që se u bën disa bisedime me opozitën ukrainase, po nuk u arrit gjë. Momentin që përfundon lufta atje ka zgjedhje dhe unë e shoh të vështirë që Zelenski të fitojë prapë. Pra është ajo që thot Trump, nuk ka popularitet. S'është puna, domethënë, ki parasysh që ai nuk ka fituar luftën edhe ai ka të pamundur. Por edhe sikur të fitonte luftën, të kujtohet Churchilli, fitoi luftën po humbi zgjedhjet. Njerëzit janë lodhur nga lufta. Zelenski erdhi në pushtet me premtimin që do të bënte paqe, nuk do bënte luftë. Megjithatë kjo gjë iku, nuk është faji vetëm i Zelenskit, sepse aty Zelenski është i fundit në raport me përgjegjësitë që kanë marrë. Janë ndihen mirë tani, më mirë po themi Rusia, Putin, Kina, me Xi Jinpingun e tjerë armiq po themi të perëndimit të SBA-ve, ndihen mirë tani me administratën Trump? Me Donald Trump? Jo, kjo është shumë e thjeshtuar nga ana juaj. Jo,
ky perceptim është, domethënë ka pasur disa vendime, disa Gje- qasje të geopolit- administratës gje- Trump geopolitik- që i konvenon për shembull. Po geopolitik- pse Putin, Kremlini e ka shprehur hapur që Geopolitika nuk shkon me ndihet më mirë tani me Geopolitika nuk shkon me pritshmëri, geopolitika shkon me fakte. Pra Rusia u ngrit se deri në 2003 çmimet e hidrokarburëve ishin shumë të ulta në botë. Rusia u ngrit kur amerikanët shkuan dhe morën Irakun. Në atë moment shpërthyen çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare, vajten deri në $200 për fuqi, nga $17. Ky është fillimi i fuqizimit të Rusisë. Pra, Rusia me një ekonomi të vogël, më të vogël, pra Rusia me një ekonomi sa Italia, arriti të pomponte dhe të fuste në arkat e veta ka shumë para to 20 vjet nga fillimi i luftës së Irakut e deri sot, gjithmonë për shkak të luftrave. Pra nëse këta idiotët e Evropës nuk do rrezonin me ta shfuqojturën pranverë arabe, liderët e botës arabe që furnizonin Evropën me gaz alternativ, siç ishte Libia apo Algjeria apo pra Tunizia apo Siria nuk ka pas gaz, por to pra kanalet alternative. Ne do vareshim nga gazi rus. Pra sot ekonomia europiane varet nga lëndet e para të Rusisë. Drithat varen nga Rusia, nga portet ruse. Pra, le të themi të vërtetën që dikush duhet dali dhe të bëjë një mea culpa në raport me çka ka ndodhur. Pra, nuk është se u forcu Rusia dhe ekonomia e Rusisë rësisht. Edhe në këto 3 vite na premtuan që me sanksionet ekonomia ruse do falimentonte. Na u tha që rubla nuk ka më asnjë vlerë. Na u tha që rusët nuk arrin dot hajnë më bukë. Na u tha që Putini po vdes, na u tha që kjo po ndodh, na u tha që Rusia do shpërbëhet dhe s'ndodhi asgjë nga këto. Përkundrazi ndodhen të kundërtat. Pra, nëse erdhi Donald Trumpi në pushtet, si rrjedhoi aty 11% të inflacionit, do vinte Donald Trumpi në pushtet. Nuk është normale që në 5 vite e fundit bota të ketë kaluar nga pandemia deri te luftat. Po i provojmë gjitha sfidat e sigurisë. Dhe ajo që i mungon sot Evropës, se ne sot kemi një Evropë pa leadership politik, një Amerikë me leadership të fortë politik, një Rusi me leadership të fortë politik, një Kinë me leadership të fortë politik, një Indi me leadership të fortë politik, një Turqi me leadership të fortë politik, ku nuk ka leadership? Në Evropë. Po çdo thot leadership i fortë politik? Ata njerëz që marrin vendime të forta. Prandaj unë të pyeta çfarë do jetë Evropa? Do vazhdoj të jetë kështu që çdo shtet është edhe Evropë edhe shtet sovran? Apo do jetë një shtet e bashkuar të Evropës? Dhe këtë vendimmarrje se marrim dot fatkeqësisht as punësi. Objektivat për Kanadan, për Groenlandën do t'i arrijë Donald Trump? Po mendoj që ka shumë thjesht. Ajo nuk është se ai do t'i pushtojë, ai do thjesht t'i ketë nën influencën e vet, në mënyrë që të bëj balancën me Rusin për sa i përket Arktikut Polideriut. Bota sot rrezikohet nga një luftë e afërt, luftë me armë, them unë. Po shiko, nëse bota do bëj një luftë me armë, ajo do jetë me armë bërthamore. Pra, nuk do llogarisim atë që është lufta e tanishme, do llogarisim luftën mbrapa që do jetë me gurpës. Sepse Në vërtet. janë 6900 Ashtu i bie. 6900 armë bërthamore ka Rusia, edhe një 3000 ca i ka Amerika, 10000 armë bërthamore kanë vetëm këto dy fuqi të mëdha, pa llogaritur të tjerët. Pak më shumë Franca, mos gaboj, Franca pak më ka pak një se 250, po është ideja në vend të tretë pra apo? gjithë kanë potencial shkatërrues. Po. Pra lufta termë bërthamore nuk është kaq e thjeshtë sa që bëjmë. Aq më tepër armët e gjeneratës 5, 6 e tjerë që janë një saksi të Po pse ka më shumë mundësi të ndodh kjo? Pra, dy mundësi janë, o do ndodhi paqja, ajo për cilën po punon Donald Trumpi. Po pra, po pse vetëm opsioni bërthamor? Shiko, nga Dhe jo një luftë e tretë botërore, po themi me armë. nga viti 1944 deri në ditën që jetojmë, paqja në botë ka ruajtur armët bërthamore. Dhe ka ruajtur armët bërthamore pikërisht si armë detante, pra si kërcënimi, pra mos guxo të merresh me mua, se unë çoj armën bërthamore dhe të shkatroj.
Imagjino një luftë termobërthamore Rusi-Evropë. Pra, Franca godet një qytet rus, edhe rusët godasin një qytet që s'është Francë, po godasin Po mirë, reciprokisht asnjëri nuk ka leverdi ta bëj këtë. Po tash imagjino, nuk thash që do ndodhë. Pra, të gjithë e dim forcën shkatruese dhe prandaj thash që paqen e kanë ruajtur armët bërthamore. Dhe një nga pikat unë të përmenda përpara që Trumpi dhe Putini po flasin është reduktimi i armëve bërthamore. Pikërisht për shkak kërcënimit real që kanë. Prandaj jemi o një marrëveshje e madhe o një luftë e madhe. Nuk ka shumë zgjidhje kjo. Po Amerika se ka shumë që thonë për Amerikën është në një moment decisiv. O shkatrohet bie nuk shkatrohet dhe bie Amerika për shkak të Evropës. Evropa shumë e Jo, për shkak të vendimeve të nuk Donald shkatrohet. Trumpit. Donald Trumpi e ka orientuar se nuk është Donald Trumpi. Republikanët, ta thash që në vitet 60-70 kanë menduar gjithmonë që interesat afatgjatë të Amerikës janë në azilet e paqësor. Edhe Obama u tërhoq nga Ballkani dhe nga Evropa që të merren me azilet e paqësor. Atëherë dukshëm kemi hyrë në rend të ri botror. Po hym drejt një rendi të ri botror. Thjesht Donald Trumpi është biznesmen dhe i thotë gjërat më shqeto. Po kjo punë ka filluar më përpara, ka filluar me Bushin, me Obamën, që Amerika është më orientuar dhe më e predispozuar për të marrë me Azinë dhe paqësorin se atje është dhe ekonomia amerikane. Për kuriozitet, po shumë shkurtë se dua të shfrytëzoj kohën, doja mendimin tënd për atë që ndodhi në zyrën ovale mes Trumpit dhe Zelenskit. Po normale, se çfarë priset. Çfarë komenti ke ti? Gjëja më normale. Domethënë trajtoi siç duhet Trumpi Zelenski. Po pse ç'do i thoshe? Tash ti po vjen këtu te unë, ke nevojë për mua, po më bën dhe leksione demokracie apo leksione force. Normale. Ti nuk ke, pra, e mënyra vetëm për të mbrojtur jam unë. Paratë e mia, të popullit tim dhe ushtarët e mi. Atëherë si vjen me mend të kujt vjen, edhe më bën presion më shpejt bardh. Që nga mënyra se si u vesh. Vërtet Tito ka ndezur në shtëpi të bardh puron në zyrën e presidentit të Amerikës. Por ishte një botë e ndarë në dy pjesë ku Tito përfaqësonte një grup vendesh komunista që ishin shkputur nga Bashkimi Sovjetik. Çfarë ka sot Ukraina që ti duhet Amerikës? Asgjë. Ki parasysh nëse unë ta thash që njeriu me më pak përgjegjësi në politikën amerikane është Zelenski. Për shkak se Ukraina ka një ka pas një administrim jashtëzakonisht keq nga pavarësia e saj në 91-shin e deri në para se të hynte në luftë. Me probleme të rënda korrupsioni, me oligarkë etj. Prandaj janë bërë ato revolucionet e famshme në Portokalli. Dhe domethënë ato gjëra që kanë ndodhur në Ukrainë rreth 20-25 vjet me protesta etj. Nuk kanë ndodhur për të llogaritur nëse janë pro-rus ose anti-rus. Ukrainasit nuk kanë dashur të ndahen nga Bashkimi Sovjetik. Ka qenë një Elcini që ka thënë ikni ndau e krijoni shtetin tuaj. Ato kanë ndodhur sepse ka pas një keq menaxhim të Ukrainës. Tani, me të drejtë ukrainasit thonë, po mirë ne bëm gjithë të luftë u shkatruam etj. Do marrim në gjë apo jo? Dhe unë mendoj që ajo që i takon në fakt është një ndërsim i shpejt në BE. Edhe çështja e rindërtimit, se çështja e rindërtimit është shumë delikate. Ndaj unë mendoj që amerikanët kanë zgjedhur Arabinë Saudite si partner dhe Katarin për çështjen e rindërtimit të Ukrainës sepse ata kanë cash flow. Qartë. Sepse është një vend shumë i madh, Ukraina është 2 herë Gjermania. Imagjino një vend sa 2 herë Gjermania që duhet rindërtuar sërish nga e para. Kuptoj. Infrastrukturë energjetike, infrastrukturë rrugore, kurrëdore, pallatet, industria, gjithë gjërat e tjera. Është normale. Vim pak në vendin ton të bukur, të dashur Dhe të vogël. Dhe të vogël. Flasim pak, kemi një situatë mix mes zhvillimeve nga politika në kuadër zgjedhjeve të 11 majit, po ashtu lajmet që prodhohen nga Spaku, kemi zhvillime edhe që prodhohen nga bota e krimit her pas here. Pra kemi një trekëndësh që lufton e gërshetohet me njëri tjetrin, ndërvepron, prodhon. Si e sheh ti gjithë këtë atmosferë, këtë panoramë momentale me projeksion 11 majin? Shikoj, një miku im, një senator italian, para 2-3 javësh, erdhi këtu në Tiranë dhe duke përshkruar situatën në Shqipëri, tha është situatë tipike, tha, ku qeverisja është e gërryer nga brenda nga korrupsioni, nga problemet e qeverisjes së tij. Dhe opozita është tërësisht e dobët e pabesueshme.
Dhe opozita më normale që kthehet, se i thash që shifrat janë 51% e njerëzve janë me spakun, pra me prokurorin speciale. Pra drejtësia kthehet në një opozitë. Vërtet. Pra, ne kemi një sistem politik në Shqipëri ku nuk zgjedhim më askënd, që nga 2008 e këte, që ka bërë ky Berisha me Ramën, dhe kanë vazhduar ata ta ribëjnë her pas here, përfshi edhe para ca muajsh. Dhe kemi një qeverisje që vazhdon rrim për inerci për shkak të dobësisë së opozitës dhe shfaq gjithë problemet që mund shfaqe një qeverisje që rri gjatë. Pra pa i akuzuar, edhe sigur mund të ishin më të mirët e botës në një moment dhe duhet ikësh, apo jo. Dhe kemi një opozitë e cila ne sapo pas listat e opozitës kuptova që nuk kanë zgjuar asgjë të re nga Fronti Perëndimit. To është e Marku. Tani jemi në një pikë ku të gjithë syt shkojnë nga faktori i tretë, që është spaku. Është çfarë spaku, se spaku nuk është se na e sollën alienat nga një planet tjetër. Spaku këtu i kishim. U imponuan këta të huajt para disa vitesh, para 10 vitesh dhe u detyruan këta më shumë zdeshen se sa deshen dhe bën atë reformën me ato ligjet. E tani, ata kanë patur kohë, kanë patur para dhe kanë mbledhur fakte për gjithë. Pak i kanë ndihmuar edhe këta të huajt me dosjet e krimit, me Sky, etc, etj. Dhe kemi spakun që ka shpatën e Damokleut mbi kokën e këtyre. Këta me shpirt e me qef e prishin nesër spakun. 94 vota duhen. Por janë në rrugën e ta shoqëruarit të antarësimit evropian. Pra janë të kapitujt. Tre kapitujt e parë, në të tre kapitujt e parë, një çështje shumë e rëndësishme është drejtësia. Pra, por Rama ka vënë si objektiv për 11 majin antarësimin në 2027-ën. E ka gjetur edhe këtë herë ai. Shiko, ai mund të jetë çdo doj për motivin për të kërkuar votën. Ta thash edhe një herë më përpara që antarësimi nuk varet nga Rama, varet nga vendet antarë të BE-s. Mirë, po them për vota. I shërben brenda vendit. Ai për vota e ka kollaj. Pse? Ta shpjegoj. Shqipëria është ndarë në 12 qarqe, ai ka rregullat e lojës. Ai Rama t'jep gjithçka përveç rregullave të lojës. Sepse me të rrim pushtet. Pra, PD-ja ka fituar vetëm zgjedhjet e 92-shit dhe ka ardhur në pushtet 2005-ën me një manovër me 3-4 parti të vogla. Po, e luajti mirë atëherë, erdhi. Jo, se luajti mirë, Fatosnano nuk donte që linte një kryeminist të pastra. Po nuk fitoi zgjedhjet e 2005-s i humbi. Doli Partia Socialiste forcë e parë. Thjesht nuk bëri dot 71 deputet. Se po të kishte bërë 71 deputet do ishte Fatosnano kryeminist. Në 2009-ën ide me njëjtë gjë, por ndjes pas Dritan Prifti doli dha një intervista, qofse Sali Berishës do i duhet të vota ime për 71 unë e kam dhe detyroi Ilir Metën që bashkë me Nasip Naçon dhe Lefter Kokën të bënin atë kaçën e deputetëve ku LSI-ja hyri bashkëqeverisje. Dhe në 2013-ën kaluan ata majtës dhe jugu u rikompaktua. Pse? Sepse Shqipëria ka 12 qarqe, nga të cilët 6 jugorët votojnë majtës. 4 veriorët po kanë numrin më të vogël deputetëve votojnë djathtas dhe ngelet Shqipëria mesme. Durrësi dhe Tirana. Kështu që shanset që Partia Demokratike, vetë si Parti Demokratike, me listën e vet të marrë 71 deputet janë shumë të vogla. Them 0, po janë shumë të vogla. Për shkak të këtij sistemi. Por çfarë garanton ky sistem? Të garanton që këta kryetarët e partive të vazhdojnë të jenë ashtu siç janë sot, pronar partish. Prandaj këtu çështja e vetme nga këto zgjedhje do jetë çfarë do bëj spaku deri ditën e zgjedhjeve? Do godas apo nuk do godas? Dhe a do jetë e mundshme që Edi Rama të bëjë 71 deputet vetëm? Se është që edhe mund mos i bëj? Ai po pretendon për po unë tani mazhorancë të cilësuar. Nuk bën dot mazhorancë të cilësuar me këtë kod zgjedhor. Me këtë kod zgjedhor as nuk fiton dot thellë dhe as nuk humb dot thellë. Me proporcionalin rajonal. Ata e dinë mirë. Edhe njëri dhe tjetër, prandaj kanë bërë. Por i garanton atyre pushtete. Me vetëm diferencë që Rama është më i sinqert.
Qa votimi, thot më, qa është ky votim, thot. Vendosën këtu kush do jetë, unë jam i parë dhe e ka hitë votimin nga Partia Socialiste, ka 50 vjet nuk votohet më atje. Qa votimi, thot, bëri një kështu, qa quaj ajo, deputeti që duam, shkruan në emrin. Kurse Berisha, përsërit edhe një herë Berishën që jemi mësuar një, pra bëri kandidim, votuan me një antar një vot. Për shembull, kryetari i Partisë Demokratike të Kavajës ishte njeriu më i votuar në gjithë qarkun. Për primaret e ke fjalën. Po pra për primaret. Po, e vërtet është. Edhe asnjë nga ata që fitojnë primaret nuk u fut listë sigurt. Pra, kjo është kot. Konfirmon këtë që them unë. Pra, ne nuk kemi një sistem demokratik. Ne kemi një sistem ku ka dy parti, ndryshe nga koha e komunizmit ku kishte një parti. Nuk zgjedhim asnjë. Teorikisht ne zgjedhim vetëm kryetarët e bashkive. Po dhe kryetarët e bashkive pasi na i cakton partia, edhe këtu 70% deputetëve ne nuk do zgjedhim njëri, ata i kanë futur të dy në listat mbyllura. Nga fundi do shohim ku do impenjohen financiarisht një pjesë oligarkëve, një pjesë e biznesit, një pjesë e këtyre dhe kaq. Ne nuk kemi. Pra ne jemi një autokraci e përsosur me premtimin që do hym në Bashkimin Evropian. Por që të hymë në Bashkimin Evropian nuk varet nga ne, varet nga a do Evropa të zgjerohet apo jo. Prandaj Rama është rehat sepse është i avantazhuar për të fituar zgjedhjet. Se sado të votojnë ata emigrantët e Londrës kundër Ramës, prap 2-1 del Kuks, nuk del dot ndryshe, qarku i Kuksit. Sido që të dali Korça, ata të Selanikut Korç votojnë kryesisht, o 5-5 o 6-4 tel. Me që po themi edhe këto që janë regjistruar 200.000 veta nga diaspora atje. Vendi vetëm ku diaspora do mund të ndikoj pak. Nëse do të ishin gjithë ato shifra bashkë, se ndryshe e ka Kosova. Kosova e ka të gjithin në një thes. Pra proporcional kombëtar. Ne kemi proporcional rajonal ku ndahet. Dhe thjesht do rritet numri votuesve me diasporën. Po ndarja aritmetike proporcionale do ngeli pak a shumë e njëjta gjë. Këtu do shohim sa do jetë mundur që partitë e reja të nxjerrin nga i deputet ose nga dy deputet që tregojnë që edhe mund të ketë në dyshim. Po bipolarizëm politik të ngurtë gati si i Koreas Veriut, vetëm Shqipëri mund të gjesh. Dhe bukura është që po i the njëri një gjë, ai thotë je bashkëpunëtor i tjetrit. Dhe po i the një gjë tjetrit, ai thotë je bashkëpunëtor i atij tjetrit. Dhe ndërkohë që ty të vjen më të hundës me të dy, sepse në këtë lloj forme kanë që nga 2008, po me sa duket do vazhdojë më gjatë, që kontrollojnë sistemin politik. Më thuaj ti kë ke votuar, kë ke zgjedhur ti në jetën tënde deri tani, ai që ke votuar. Asnjë. Mbyllet çështja e të zgjedhurve me ndryshimet kushtetuese 2008. Unë kam kandiduar për deputet para 20 vjetësh përballë Ilir Osmalit në Korçë në zonën 83. Kam humbur, atëherë zgjidheshin kandidatët kok më kok. Që nga atëherë populli shqiptar nuk zgjedh më asnjëri. Dhe gara për kryetar bashkie dhe këshilltarët bashkiak i kanë me listat mbyllura, merrem mend. I vendos partia dhe siç ka thënë shoku im Taulan Balla, partia mbi Shqipërinë. Kështu e kanë kthyr sistemin. Fushatën si është shumë të tensionuar, duke qenë se është s'ka fushatë të tensionuar, është një fushatë e tensionuar. Domthonë secili e di që do njëra palë e di që do humb, tjetra e di që do fitojë dhe kaq, ë? Është e gjithë planuar. Jo, e vetmja gjë që po ndodh është që ata që nuk janë në listat sigurta, që vinë nga mbrapa, edhe nga majtas dhe nga djathtas po luftojnë me njëri tjetrin kush marri votat e elektoratit vet për të futur. Do ma komentosh pak garimin e Ilir Metës, edhe pse nga Burgu në listë hapur për Tiranën. Po bën logjik sepse është një njerëz që zgjedhjet e fundit i ka pasur të paktën 20 sa mi vota në Tiranë, më përpara ka pasur edhe më shumë. Dhe me të drejtë thotë që po ti kem 10.000 vota, është i bi gjysma atyre që ka patur zgjedhjet e fundit. Unë nuk kam nevojë që të më falë kush mandatin, po e marr mandatin me votat e mia. Është një bast që ai vë, por ka arsyetim politik, siç ka e njëjta gjë është arsyetimi politik i Shpëtimit Drizit. Dhe Shpëtimi Drizit thotë unë i kam 15.000 vota në Tiranë, i kam marr. Atëherë që çty njerëzit e mi që të punojnë dhe të votojnë është që të dalë nga mbrapa listës. Dhe është për mua sistemi më i mirë në Shqipëri do duhet të ishte
proporcional kombëtar me prag 5% dhe me listat hapura. Aty hajde të shohim se sa nga këta njerëzit që ka vënë Rama dhe Berisha në listat e sigurta do hyjnë njëherë në kuvend. Unë do kandidoja me një sistem të tillë. Po me një sistem ku vendos kryetari dhe ti e vetëm një karton? Se pa mundur. Domethënë, e vetmja gjë që domethënë përdhunim politik si ky tek partitë tona nuk kanë asnjë vend tjetër. Dhe problemi është që të njëjtin model kanë dhe këta të vegjëlit. Unë të garantoj që ti do shkosh në zgjedhje dhe këdo të votosh, ajo vot nuk ka rëndësi. Se ata i kanë darë se kushto. Kot ju pyes ju, e keni takuar ish presidentin Meta në Qeli? Jo. Sërse ke komunikime me... Kam 4 vjetë sa që s'kam Që komunikime. nuk e di. Për arsye tjera që s'kan lidhje me politikë. Okej, ndërkohë, ndalemi pak tek SPAK-u, është thënë që nuk e ka më mbështetjen e Amerikës, po edhe përfaqësues që kishte aty të FBI-s të DEA-s nuk i ka më, etj, është pak më i cunguar, ndoshta bie edhe guximi për të goditur më lart. SPAK-u është shejtani që ka dalë nga shishja. Edhe unë po të them që nëse këta vazhdojnë dhe në mbletësojnë SPAK-un, SPAK-u këtyre do t'i bëj zbor si asnjëherë tjetër. E ka treguar historia në vende të tjera. Këta nuk kanë këllësje të bëjnë 94 vota, dhe po të kishin këllësje, këta e kishin bërë. Por arsyet e tyre nuk kanë këllësje. Po SPAK-u ka sot mira dosje, nuk po të them numrin saktë, në të cilat se ka patur kohë SPAK-u. Është krijuar në 2019. Jemi 2025, janë 6 vjet. Dhe kam mbledhur për gjithë. Dhe me kodin penal që kanë këta, dhe me kodin e procedurës penale që kanë këta. Se nuk e ka bërë kush, për shumë, ne kemi 3.000 veta në paraburgim në Shqipëri, që është një skandal në vete. Po është kodi procedurës penale që kanë bërë këta. Se kur e bën kodin e procedurës, kur bën ndryshime, këta gjithmonë mendonin se kjo gjë do vlente për dikë tjetër, jo për vetë. Po mirë, ka nga ata që thonë që SPAK për shembull nuk e ngre dot stekën deri tek kryeministri. Do rrojmë do shohim, kanë thënë shumë steka tjera dhe është ngritur steka. Po nuk e bën dot këtë sepse ai është në detyrë apo nuk ka s'ka prova për ta bërë, në sensin s'ka material. I vetmi institucion i mbrojtur me kushtetut, pra nga çdo lloj hetimi, është institucioni i kryetarit të shtetit. Kryeministri është sigurisht në momenti që merr mandatin popullor për të qeverisur është gjithashtu një njeri shumë i mbrojtur nga vota popullore. Por unë mendoj që tashmë palët e kanë kuptuar që nuk mund ta nënvlerësojnë SPAK-un. Kanë kuptuar thua? Ka një rrezik se jemi përballë një procesi jakobinizmi, që është shumë i rrezikshëm, pra e dëmton politikën. Por pse erdhëm te SPAK-u? Erdhëm te SPAK-u sepse këta vendosën të mos reformojnë sistemin politik, pra ta mbajnë sistemin politik të mbyllur. Të shtypin çdo lloj zëri kundër. Të mos lejojnë asnjë lloj forme demokracie të brendshme, të mos lejojnë asnjë lloj forme, edhe sistemi ekonomik është në duart e oligarkisë. Pra, fakti që erdhëm te SPAK-u, nuk është se erdhi dikush dhe na solli SPAK-u me parashut. Por momentin që nuk ndodh një rotacion normal, si do duhet ndodhte në Shqipëri me kohë, edhe brenda partive, edhe brenda sistemit shtetëror, natyrisht do ndodhte një gjë tjetër jo normale, sepse unë e quaj faktin që ne kemi 2 prokurorë të përgjithshëm, Altin Dumanin dhe këtë Olsi Çelën, edhe 2 prokurorë të përgjithshëm, njëri strukturën vetë, tjetër strukturën vetë. Unë e quaj që erdhi si një nevojë e domosdoshme që në këtë vend të ndryshonte një gjë, të shkundeshin sa gjëra. Unë nuk i hyj nga ata njerëz që nuk jam tifoz dhe partizan i SPAK-ut, se unë jam tifoz dhe partizan i gjërave normale, por është e pashmangshme që në pikën kur kemi mbërritur të anashkalohet SPAK-u dhe gjykata speciale. Sa shanse ka që në një mënyrë, në një tjetër indirekt, kuptueshme, të pakuptueshme shumë, Donald Trump të ndërhyjë në zgjedhjet e 11 majit në Shqipëri? Po s'ka punë tjetër, Donald Trumpi me Shqipërinë do merret. Donald Trumpi se di ku i bie Shqipëria. S'merret thua? Po tash, bëu serioze. Donald Trump. Okej, po tani çfarë nuk thuhet? E di sa GDP është Shqipëri, po mos ka halli. Teori konspirative. Gjumi nuk e zë, kupton? Edhe Biden gjumi nuk e zinte për Shqipërinë. Se din fare ku i bie Shqipëria.
Ma ato e din se ku i bie tani mos e. Po fare, nuk e kanë fare iden, sepse nuk përbën, ne nuk kemi asnjë kompani të madhe amerikane këtu, nuk kemi as General Electric, nuk kemi asnjë nga ato fondet e mëdha sovrane amerikane të tjerë, që të ketë një interes posaçëm për Shqipërisë dhe presidenti i Amerikës, pra shtëpia e bardhë merret me Shqipërinë. Shqipërinë maksimumi ja delegojnë ambasadorit përkatës. Po ne s'kemi as ambasador, s'kemi as ambasadë. Po punë e madhe, s'është problemi se s'kemi, nuk s'ka Amerika ambasadë këtu. Nuk do të thotë që ne s'kemi shtetës, do të bëjmë punën tonë. Jo, po s'ka ambasadë se livadhisin pak kur nuk ka ambasador amerikan. E keni perceptimin e gabuar. Po kur e keni si rojtar i mirë ai. Po e ke perceptimin e gabuar. E ke perceptimin e gabuar. Nëse ka ndodhur gjithë to, pra gjithë to dështime të sistemit politik Shqipëri ka qenë edhe me përkrajën e ambasadorëve që kanë ikur ndër vite. Ata e kanë bërë lëmshin thua? Jo, edhe me përkrajën e tyre. Miku im Alex Arvizu, kur ndodhi 21 janari, tha ky është burr shteti. Kjo tjetra tha, pra nuk e se kemi rekorde shumë pozitive. Çështja është se ne nuk e se na e ka fajin Amerika për këtë gjë, ne na e ka fajin vetja, mos funksionimi. Nuk e se duhet viti kush nga Amerika të më thotë mu se du shtëpinë time. Shtëpinë time duhet ta du se shtëpia ime. S'kam se presu unë dikë që vi nga Amerika që të më tregoj. Fakti që ne nuk bëjmë rotacion politik, që ne nuk e njohim, unë e përsëris dhe një herë tjetër te ty. Këtu mirë që s'japin dorëheqje këta kryetarët e mëdhenj partive, po këtu asaj federatës shaut, asaj ping-pongut nuk largohet, nuk e dorëheqjes. Nuk e njohim ne si koncept dorëheqjen. Vetëm një njeri ka dhënë dorëheqje dhe ka ikur nga skena politike në Shqipëri me dorëheqje. Dhe quhet Fatostano, ka 20 vjet që ka shlarguar nga dorëheqja. Nuk e njohim si koncept. Dhe problemi ynë nuk është problemi i një ambasade apo një tjetër, është problem kulturor. Ti mendon se do hysh në BE dhe në BE do ta lejojnë këtë situatë si këtu? Është problem kulturor. Nuk e njohim fjalën dorëheqje. Në asnjë prizëm, në asnjë nuk e njeh fjalën dorëheqje. Mirë, kur e bëra atë pyetjen pak më herët e bëra edhe për luftën që ka shpallur Sorosit, administrata Trump, republikanët, etj. Kështu që po Sorosi dhe aleatët e Sorosit janë multimiliarder në SBA dhe në botë. E di sa ka GDP në Shqipëri. Në asnjë nga ato arkat e atyre kompanive të mëdha syn. Domethënë, që të shkosh flasësh me BlackRock, Shqipëria duhet ta ketë GDP-n edhe 1-2 herë aq. Ton kur ai thot presidentit të Ukrainës se trajton në atë mënyrë siç e trajtoi. Kupton se ku qëndron Shqipëria apo Maqedonia apo Malezi. Nuk jemi në sistemin ndërkombëtar të qeverisjes botës nëpërmjet paras, pra kapitalizmit. Nuk përbëjmë ne asnjë interes. Ne jemi në duart e 5-10 oligarkëve, 20 oligarkëve sa janë. Edhe kaq marrë puna. Kështu do vazhdoj, domethënë, s'pas ka ndryshim. Banka, po pse si do ndryshojë? Me çfarë do ndryshojë? Po se vetë nuk ndryshojmë ne. Po e ka monopolizuar, prandaj po them që shpresa vetëm është SPAK-u. Po e ka monopolizuar atë çdo shpresë për ndryshim. Partitë politike kanë monopolizuar, sistemi bankar e ka monopolizuar. Mirë, SPAK po vepron kështu i vetëm thoni ju i pavarur, nuk janë amerikanët pas, se tani kjo na u krijua që në fillim edhe. Po mirë, fakti që kemi besuar. Fakti që tu krijuar dhe e ke besuar nuk do të thotë që është ashtu. Ata janë aty, kanë një detyrë, kanë gjetë ca njerëz me monedë, se kanë qenë më përpara ata aty. Po pikërisht. Dhe po bëjnë disa gjëra. Shohim deri ku do shkojnë. Kanë ecur shumë përpara dhe kanë thyer prandaj thashë këto palëzjedhe kanë 3 aktor. PD, PS, SPAK. Mirë, mund prodhohet ndonjë zhvillim që të ndryshoj komplet skenën e 11 majit, thoni ju, apo? 11 maj nuk do ndryshoj asgjë, sepse 11 maj është përsëritje e gjithë proceseve tjera zgjedhore. Vetëm nëpërmjet një, le të themi, kaosi post-zgjedhor, do të detyroheshin forcat politike të uleshin, të merreshin me vetveten dhe të ndryshonin sistemin politik të Shqipërisë. Përfshi këtu dhe krijimin e një senati, krijimin e disa personaliteteve që do kenë imunitet që të vazhdojnë të ashtu, përfshi këtë krijimin e një sistemi politik ku ne t'i zgjedhim përfaqësuesit tanë, jo të na i caktojnë.
Por kjo është një gjë që do haj kohë. Unë nuk mendoj që sa kohë Rama dhe Berisha t'jenë, sepse pas sjelljen e tyre në mënyrë të veçantë sjellja e Berishës. Berisha ishte njeriu që kishte interesin që ta hapte gjithë listën. Mundësisht thoshte pavarësisht se çfarë marrëveshje kemi në atë, unë do ta hap gjithë listën, në mënyrë vetëm për të ardhur në pushtet. E mbyllet e mjafton që është listat e mbylluara të Berishës, se kupton që ai nuk ka te kaluar kurrë atë që ka ndodhur në 2021-shin, kur e futën listë zezë dhe përzu nga Partia Demokratike dhe ka futur në listat sigurta vetëm superbesnikët e vet. Që kjo puna e votës nuk ka asnjë lloj rëndësie. Po mirë, zgjedhjet nuk i fiton, po non grata do i hiqet? Për mua kjo puna e non gratës. Puna e non gratës është një punë koti. Berisha problemin nuk e ka me non gratën. Berisha problemin e ka me faktin që ka qenë në të dyshën që sfitoni procesin. Pra, fut non grata apo jo non grata. Është një çështje administrative e një njeriu të moshuar, se punë e madhe dhe po të heqin non gratën Berishës, çfarë do bëj Berisha? Do shkojë të jetojë në Amerikë. Problemi është këtu te sistemi zgjedhor. Pra, do shohim sa njerëz do marrin pjesë në zgjedhje. Nëse këta njerëz që do marrin pjesë në zgjedhje, sa njerëz për këtyre do votojnë dy parti të mëdha. Se po votuan dy parti të mëdha, do të thotë që njerëzit nuk janë të lodhur, do vazhdojnë të votojnë një palë këtej dhe një palë tjetër andaj. Po gjithmonë dy parti të mëdha votojnë. E po tani e dashur çfarë them unë ty? Në zgjedhjet e fundit vendore, Sali Berisha humbi dhe tropoja. Ky është sistemi politik i vendit dhe nuk e kam bërë unë. Unë kam qenë oponent me këtë sistem politik që kur e kam bërë në 2008 këtë një. Do jemi këtu, do shohim. Do kemi një... Po në goditjen e krimit organizuar nga SPAK, je i kënaqur? Në sensin, ke parë rezultate? Shiko, kam parë rezultate që s'jam parë deri tani më parë. Po, është herët për të thënë që është krimi organizuar, po kam parë rezultate që s'jam parë më përpara, s'janë njohur më përpara në Shqipëri, sepse aty është dhe vëmendja e ndërkombëtarëve në raport me Shqipërinë, kryesisht te trafiku ndërkombëtar i drogës. Por që të them tani e të flas me eufori për çfarë do ndodh më vonë, është ende herët. Jo, flitet për platformën Matrix në mos gaboj, siç ndodhi me Encrochat, me Sky. Po, shiko, por ato janë gjitha proceset të pambaruara. Partnerët na i sjellin, ëh, se Po janë proceset të pambaruara. Nuk kanë shkuar në gjyq. Kur shkojnë në gjyq dhe dënohen njerëzit, kalojnë shkallën e parë, shkallën e dytë, gjykatën e lartë, atëherë do flasim. Po nga këtu deri te gjyqet ka kohë. Nuk është kaq e thjeshtë kjo. Të falenderoj shumë që të kisha në studio, di që e ke kohën e limituar, mundova që në këtë minutazh të caktuar të bëja çdo pyetje të mundshme. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të nderuar miq, me të pashoq do të takohemi me një tjetër të ftuar. Na ndiqni.